Jezusi dhe gruaja e zen në kurorthyerje. Jezusi shkoi në malin e Ullirëve. Në mëngjes erdhi prap në tempull. Barë populli shkonte tek ai që u ul e po e mësonte. Atëherë skribët e farisejt ja sollën para një grua që zen në kurorshkelje e vunë në mes dhe i thanë: Mësuesja, gruaja u zon ndërsa po bente mëkatin e kurorthyerjes. Një ligj Mojsiu na urdhëroi të këtilla të vritet me gur. Po, siç ti çka thua, folën kështu për të vënë në provë që të kishin për çka ta padisnin. Jezusi u përul e filloi të shkruajnë me gisht në leje, e pasi ata vijonin ta pyesnin, ai u drejtua e tha: Kush është prej jush? Pa mëkat le të qes i pari gurin ata. Përsëri u përkul e vazhdoi të shkruaj me gisht në leje. Ata kur e dëgjuan përgjigjen nisën një nga një të largohen, duke filluar prej me të vjetërve. Jezusi mbeti vetëm dhe gruaja që po qëndronte në këmbë në midis. Jezusi u drejtua dhe tha: Grua, ku janë ata? Askush nuk të dënoi. Askush, zotëri, përgjigji ajo. As unë nuk po të dënoj. Ai tha Jezusit: Shko, po mbas tashti mos mëkatno më. Jezusi, drita e botës. Atëherë Jezusi u tha përsëri: Unë jam drita e botës. Kush vjen pas meje nuk do të ecë në errësi, por do të ketë dritën e jetës. Atëherë farisejt i thanë: Ti vetë po bën dëshmi për vete, dëshmia jote s'mund të jetë e vërtetë. Jezusi u përgjigji: Po që se unë bëj dëshmi edhe për veten, prapse dëshmia ime është e vërtetë, sepse e di se prej ka erdha e ka shkoj, ndërsa ju nuk dini as prej ka vi, as ka shkoj. Ju gjykoni siç dukem përjashta. Unë nuk gjykoj askënd, por edhe në gjykoj, gjykimi im është i vërtetë, sepse unë nuk jam vetëm, por unë dhe ai që më dërgoi Ati, por edhe në ligjin tuaj shkruan: Dëshmia e dy vetëve është e vërtetë. Unë dëshmoj për veten, e për mua dëshmoj edhe ai që më dërgoi Ati. Atëherë ata i thanë: Ky është yt Ati. Jezusi u përgjigji: Ju nuk më njihni mua as Atin tim, po të më njihni mua, do të njihni edhe Atin tim. Këto fjalë Jezusi i foli në Thesaron, ndërsa po mësonte në tempull dhe askush nuk e preku, sepse ende nuk kishte arritur koha e tij. Ku unë shkoj, ju nuk mund të vini. Jezusi u tha përsëri: Unë po shkoj e ju do të më kërkoni dhe do të vdisni në mëkatin tuaj. Ku unë shkoj, ju s'mund të vini. Atëherë judejt thanë: A mos mendon të vras veten? Pasi thot: Ku unë shkoj, ju s'mund të vini. E Jezusi u tha: Ju jeni prej këtu poshtë, kurse unë jam prej së larti. Ju jeni prej kësaj bote, kurse unë nuk jam prej kësaj bote. Prandaj edhe ju thash, do të vdisni në mëkatet tuaja. Për të vërtetë, nëse nuk besoni se unë jam, do të vdisni në mëkatet tuaja. Atëherë ata i thanë:
kush je ti? Po përse u përgjigji Jezusi, t'ju tregoj i prap prej fillimit. Shumë sonde kam për të thënë për ju e të gjykoj. Por se ai që më dërgoi është i vërtet dhe çka dëgjova prej tij atë i them botës. Ata nuk e morën vesh se u foli për atin. Atëherë Jezusi u tha, kur ta ngritni birin e njeriut, atëherë do të merrni vesh se unë jam dhe se prej vetvetes nuk bëj asgjë, por flas ashtu si më mësoi ati. Ai që më dërgoi është me mua e nuk më la vetëm, sepse unë gjithmonë bëj çka i pëlqen atij. Në këto fjalët e tia shumë besuan në te. E vërteta do t'ju liroj. Mandej Jezusi u tha atyre judejve që besuan në te, nëse do ta bëni fjalën time, vërtet do të jeni nxënësit e mi, do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëj njerëz të lirë. Ata i përgjigjen, ne jemi pasardhësit të Abrahamit dhe askujt nuk i kem qem rob. Si po thua do të bëheni të lirë? Jezusi u përgjigji, me të vërtet, për të vërtet po ju them, kush do bën mëkat është sllavë i mëkatit. Sllavë nuk rri përgjithmonë në shtëpi, ndërsa djali rri përgjithmonë në shtëpi. Nëse pra biri do të ju çliroj, me të vërtet do të jeni të lirë. E di se jeni pasardhësit e Abrahamit, e megjithatë kërkoni të më vritni, sepse fjala nuk gjen vend në ju. Unë flas çka pash tek ati e ju bëni çka dëgjoni prej atit tuaj. Baba juaj është djalli. Ata i përgjigjen, ai ati ynë Abrahami. Jezusi u tha, po të ishte biti Abrahamit, do të bësh veprat e Abrahamit, dhe ja kërkoni me të më vritni mua, që ju fola të vërtetën që dëgjova prej hyjt. Një gjë të tillë Abrahami që bëri kur ju bëni veprat e babait tuaj. Atëherë i tha, se kemi lindur nga flikështia, kemi vetëm një babë, hyjin. Jezusi u përgjigji, po të kishi hyjin atë, do të më donit edhe mua, sepse unë prej hyj dola dhe erdha. Nuk erdha prej vetvetes, por ai më dërgoi. Përse nuk e merrni vesh fjalën time, pse nuk jeni të Zot ta dëgjoni fjalën time. Babai juaj është djalli, e ju dëshironi të kryeni vullnesën e babait tuaj. Ai që vrastar njerëzit që në fillim nuk mund të qëndroj në të vërtet, sepse në të nuk ka të vërtet. Sa herë rën flet prej natyrës së vet, sepse është rënacak edhe babai i rënës. E mua nuk më besoni, pse ju flas të vërtetën. Kush prej jush është i Zoti, të ma vërtetoj se kam mëkatnuar. Nëse flas të vërtetën, pse nuk më besoni? Kush është prej hyjt e dëgjon fjalën e hyjt, prandaj ju nuk i dëgjoni, sepse nuk jeni prej hyjt. Para se Abrahami të ishte, unë jam.
Judenët I përgjigjen, val, a nuk e themi të vërtetën se Samaritanët e se në trup e kanë djallin. Jezusi përgjigji, unë nuk e kam një trup djallin, por e nderoj atin tim, e ju me çnderoni, por unë nuk e kërkoj nderin tim, ka kush e kërkon dhe e gjykon. Për një mend po ju them, ai që e zbaton fjalën time, askush s'do të shoh vdekjen. Atëherë Judet I thanë, tani po shohim qartë se ju I djallosur. Abraham e vdiqën edhe profetët e ti thua, ai që zbaton fjalën time, as kur s'do të shkoj shoh vdekjen. A mos je ti me ai I madh se ati yt Abraham I cili vdiq, po edhe profet vdiqën. Kur kujton se je, Jezusi përgjigji, nëse unë e lavdëroj vetveten, lavdi im është asgjë. Ka shumë me lavdron ati im, për të cilin ju thoni, është hyj ynë, por ju nuk e njohët. Përkundrazi unë e njoh, po t'ju thosha se nuk e njoh, do të isha rënacak si ju, por unë e njoh dhe e mbaj fjalën e tij Abrahami, ati juaj, kaldoi në shpirt nga dëshira për të parë dritën time. E pra dhe u gëzua. Atëherë Judet I thanë, ende nuk I ke as 15 vjet dhe e pe Abrahamin. Jezusi u përgjigji, për një mend po ju them, përpara se të ishte Abrahami, unë jam. Atëherë kap gurin për të gjuajtur, por Jezusi u fsheh dhe doli prej tempullit.